Shikoni kush vjen, po është ajo Prudence Petipa. Me maqokun bukurosh, keq për si ti ndjekim bashk. Hejti, hejti, Prudence Petipa, të gjithë ne me ty, gjithmonë jemi bashk. Eliof, Gjoxho dhe komisar, zburimet më dha bëjmë bashk. Është nata po është dit, unë nuk pyes për asgjë. E di se gjithmonë nga mbrapa, ka motrat beshamel. Heju, zoti komisar, prangat bëj gati u zgjidh një mister. Të gjitha këto zhvillohen në musheron, dhe kështu na argëton. Sa i mrekullueshëm, keku juaj është shumë i shishëm, zonja Prudence. Ja ti provojmë të gjithë kekët. Ato kekët që bën Prudenca janë më të mirë. Ikim atje. Qytetarët e mi të dashur, me kënaqësi të madhe e deklaroj të hapur festivalin ton të përbashkët. Edhe këtë vit filluan festimet si pjesë e traditës e cila e bën Musheronin fshatin e vogël francez aq të dashur për të gjithë njerëzit. Ai shikon drejt së ardhmes me optimizëm dhe ka pas vetës një pasuri të madhe e cila do t'i jap dyert e një të ardhme të ndritur. Të lum, David. Po më pasi do t'i përballosh tash e themet e konkursit. Të dashur qytetar, festimet tona, siç e dini, janë edhe rasti për të kujtuar një traditë të lashtë, atë të tortës me boronica, që është simboli i gastronomisë sonë lokale. Dhe fituesi i këtij viti është, dhe kjo nuk është ndonjë gjëre. Prudence Petipa. Sëri ajo. Faleminderit të dashurit e mi, ju jeni shpërblimi im. A do na bësh gjithmonë torta? Për sa të kem jetë e dashura ime. Prap fitoj ajo? Nuk është e drejt, po ne moj ne. Nuk i pëlqen askujt. Torta tona si pëlqen askujt? Faleminderit, është shumë e rëndë. Shumë e rëndë, a e dëgjuat se shtakimi i vogël? Paskën të drejt, është e rëndë. Dhe me një krenari të madhe dhe me shumë gëzim, fshatarët e Musheronit do të kënaqen me cirkun. Cirku ka ardhur, ja kalofshi mirë o popull. Dhe ju uroj të gjithëve gëzuar festën. Dhe ja ku janë zonja e zotrinj, artistët e pakrahasueshëm të cirkut Zanikit. Tani vinë në Musheron pas shfaqjeve që kanë dhënë në Paris, Londër, New York. Faleminderit. Me tigrat dhe elefantët e tyre. Prunella, kalorësias simpatike, Bozali, kanibali egër nga Karpatet, Morloku, zbutësi patrambur, Krut Pasha, mjeshtri i misterit dhe shumë të tjerë. Do të jetë një shfaqje shumë e bukur që do të jepet sonte dhe nesër. Ju lutem, mos mungoni. Të lutem, mund të shkoj sonte në cirk? Të lutem. Patjetër, fëmijët e mi. Sa mirë. O njerëz të mirë, ne asnjëherë nuk e kemi harruar bujarinë dhe mikpritjen e madhe musheroneze. Mirëpriteni artistët tanë në shtëpitë tuaja. A mund të të ftojmë në shtëpinë tonë, more bukurosh? Ju falenderoj, zonjë. Çfarë zotrie? Me sa merreni ju? Unë jam gëlltit si i thikave. Po brumrat, zotri, a ju pëlqejnë? Gëlltis çdo gjë, zonjë. A sa mirë. Zotri, a mund të ri zbut si luanëve tek palestra? Patjetër, mund të ri. Fëmijët janë kaq të lumtur, ata më gëzojnë më shumë se marrja e çmimit.
Me shitjen e tortave, mund t'ju blej makullore gjatë spektaklit. E atë ikim Eliot, më duhet t'i jap Bukuroshit qumshin e tij. Eliot, se kush është futur në kopsht. A thua? A? Oh! Më duket se ishin zoq. E çuditshme më duket. Ë? Po ju kush jeni? Por kush jeni ju? Mund të jenë montrat beshamel, ato kanë zakon të spionojnë. Por çfarë po bëni në shtëpinë time, zotri? Smolto, zonjë, në shërbimin tuaj. Jam një nga artistat e cirku dhe po kërkoja për një shtëpi dhe pak ushqim. Dhe çfarë bëni në cirk ju, zoti Smolto? Unë jam magjistari. Opla! Ua! Ja! Faleminderit. Sa të bukura. A mund të më mësoni dhe mua? Fëmijët do kënaqen shumë. Me kënaqësi. Mund të rish në shtëpinë time për sa kohë je në fshat? Nuk do ta vini re fare që jam këtu. Do të më shihni vetëm kur të vi koha e të ngrënit. Kam dëgjuar se jeni kuzhinierja më e mirë në fshat. Zoti Smolto, ju po që dini të silleni me zonjat. Kush është ai burr? Pa shiko se si bisedojnë. Me moshën që ka. Oh, sa vulgare! Mirë, goja plot. Patjetër, a mund të hash më? Po, edhe kjo është... Është e mirë, apo jo? Po, por është shumë e rëndë dhe të ngop shpejt. Ju lumt! Të lumt, fantastik! Dhe tani, fëmi, më thoni, çfarë fshihet në këtë kapele? Zgjë? Fshihet një kek. Ai është vërtet i zoti. Jo, është lepurushi Bani. Kjo është e jashtëzakonshme. Pa shumë i talentuar. Hop! Voila! Një peshk! Dhe faleminderit. Ikni tani fëmijë. Prindrit po ju presin. Zotin Smolto do ta shikoni përsëri në cirk. Fatkeqësisht, unë nuk do të dal në shfaqje sonte. Kështu e ka vendosur menaxheri, sepse ka shumë artist për momentin. Natën e mirë, zonja Prudence. Natën e mirë. Po ky çfarë po kurdis? Ju lumt. Dhe tani zonja dhe zotrinje, mjeshtri i misterit, princi i çuditërave, i tmerrshmi fakir Krut Pasha. A ka ndonjë vullnetar nga salla për një numër shumë spiritual? Quhet të flasësh me shpirtin. Është shumë e çuditshme, po ky njeri mua po më tremb. Është thjesht një truk. Po ku më shkoi ky bukuroshi im? Shoh Po që këtu dikush ishte që pak ka më parë. interesuar këtu përpara. Afroni zonjë, nuk do t'ju dhëm. Unë kërkoj qetësi të plot. Po ikën? Bukurosh. Po ku shkoi ky maçok? Bukurosh. Çfarë po kërkoni, zonjë? Mos e ke parë maçokun tim? Më duket se pash një maçok që po vraponte drejt sheshit. Faleminderit.
Me qëra fjala, Smolto Magjistari, a do dal nesër në skenë? Në trupën tonë nuk ka asnjë njeri me këtë emër. Po që nga një cirk vërtet shumë i çuditshëm. Bukurosh! 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 Çfarë po ndodh këtu? Banka? Kursimet tona? Mos! Që nga Smoltoja? Mos! Pusho Bukurosh, shpejt të lutem, mbyllë gojen. Po ikën nga shfaqja që t'i shkoj nga mbrapa ati burri. Pak e çuditshme, apo jo? Pak e çuditshme, apo jo? Me dhe më kam pasë mur. Klotild, ti kthehu në shtëpi. Mysafiri ynë nuk duhet të dyshoj për asgjë. Elvir, ti do të ndjekësh Prudensën dhe do të kontrollosh edhe atë magjistarin e çuditshëm. Të betohem, ai po e shikonte bankën në një mënyrë të çuditshme, sikur donte të bënte diçka të keqe. Po mirë, Prudence. Njerëzit janë të lirë të vijnë vërdall, Ti nuk i di të gjitha. Kam pyetur në cirk dhe nuk e kishin idenë kush ishte ky njeri. E pranoj që është e çuditshme. Por jo kaq e madhe sa ç'po e bën. Gjithsesi, komisar, un kam ndërmend të hap një hetim. Por ti çfarë po na bën kështu? Çfarë mund të bëj për ju, zonja Prudence? Transferta, depozita, tërheqja apo valutë? Dua një informacion e veret. A ka shumë para për momentin në kasafortën e bankës? Si the? Monedha, çeqe, për para them. Prudence, çfarë po më kërkon kështu? E ke haruar sekretin e bankës? Puna është se do ju grabisin. Prandaj ti zgjidh. Një vjedhje? Ç'më thua? Atëherë, për momentin po mbajnë financat e fabrikës së karameleve. Prandaj, Prudence, të lutem mos mendo vërtet. Nuk jam ende e sigurt, por hetimet po vazhdojnë. Çfarë? Një kungull 18 kilogramësh në sang ganuaj? Këti dhe më lajmë flesh, miku im. Çfarë punë të bukur që kam. Më ndihmoni dot djalosh. Ju lutem, a më jepni dot datat e vjedhjeve të fundit që janë bërë në rajon? Një tjetër lajm? Pa ma trego ti e para, më mirë. Jo, djalosh. Më parë më duhet nga ti lista e vjedhjeve. Prit, ja ku është. E 12-ta vjedhje misterioze te Marketi Siguria. E 18-ta vjedhje spektakolare e depozitës së kreditorëve tek qyteti Flos. 15 tek kursimtarët e guximshëm tek shkëmbi I Slugishtit. E 31-ta. I kontrollova të gjitha. Kalendari I cirkut korespondon pik për pik me atë të vjedhjeve Eliot. Kështu që më duket se hapi tjetër është vjedhja e fabrikës së karameleve. Po, si t'ja bëjmë ne? Unë kam një plan. Unë kam bindur drejtorin e bankës që të na mbyll sonte mua dhe ty brenda në kasafort. Pa mund të më pyesë edhe mua? Sa po të filloj vjedhja, drejtori dhe komisar Durok do vinë me njëherë së bashku me rojet e tyre. Qesharake. Mos ke ndonjë ide më të mirë ti, Eliot? A e dëgjua djema? Prudenca ka nevojë për ndihmë. Sa bukur. Si në televizor. Le të fillojmë aktivitetin. E janë I ulemi poshtë në bodrum. Ja ku është kasaforta. Fshihuni pas tavolinës.
bukur. Unë po dal nga dera e pasme. Pa që fat. Dhe mos harro t'i thuash komisar Duroku që kurthi është gati. Hajde me njëherë këtu, bukurosh! Po tani, tha princesha e bukur, çfarë do të bëhet me mua? Tani që të gjithë miqtë e mi më kanë braktisur, kush do të më shpëtoj nga ky vend i tmerrshëm dhe i izoluar? Dhe pa pritmas, princesha... Kush mund t'jetë duke ardhur? Zgjohu, Elliot! Qëndro aty, Smolto, sepse policia tani është kudo. Po ti nuk je? Me shikon në sy. Unë dua që ti të flesh. Më flijet gjumë. Më flijet gjumë. Leri këta. Mjaft tani, pa ju arrestojnë në emër të ligjit. E qka të përqeshë? Këta nuk e prisja, po jo more plakaruq, Duro, Elliot, të urdhëroj ta lëshosh. Na lësho, more, përbindësh, me njëherë. Sigurisht. Mi qafe këta dy palaqot. Po, shef. Ndal aty, more, ditë zi. Unë kam hyrë në një bank apo në një azil pleq? Harbut. Harbut. I pa Më lëshof. Epi mbyllë ato plakaruqe të ka jo dera atje. Po s'ku të lisë. Ta tregon mirë tani plakaruqja ty, more. Mos janë gjë tortat e konkursit? Po? Faleminderit. I morëm që ti kemi, se mos na merr uria. Dhe hop! Po vi, Prudence! Iku! Dhe hop! Të lumë, Prudence, ishte shumë mjeshtërore. O, kujdes me tortat tona! Të rënda, por janë të efektshme për dy luftimin e afërt. Se thua që janë të rënda? Po mjaft tani, sepse kësaj here nuk do të kemi mëshirë. Po tani qfar? Sa mirë, erdhën qamarokët e mi. Ti kapim! Mos keni mëshirë! Mos keni mëshirë për tasje, ma! Ky nuk qenë ka zil pleq, por qenë ka kofsh për fëmijë. Mirë, po dorëzohem. Flini gjumë. Mos! Flini gjumë. Ti lësh të qetë njerëzit e mi bandit! Prit, more, mistrese, Mos u ta merr me tregoj fëmijët, qefin. ata janë miqtë e mi, buracak. Kam frikë. Shumë e bukur.
Smolto? Duart lartë, shfaqja mbaroj. Duart lartë ju atje. Je shumë i përpikt, komisar. Mirëmbrëma, komisar. Kush jeni? Ju prezantoj me Smolton, shpëtimtarin ton. Smolto? Në jetën e vërtet, komisar Simon Moltoni, me mision sekret në Musheron. Kam disa kohë që i ndjek ata bandit. Po ju prezantoj me Phil Maskarajn, i njohur edhe si gishtat magjik, i njohur si Krut Pasha kur bë rolin e fakirit, dhe roja i tij Bozali, bashkëpunëtori Torrollak që e ka trurin sa një kokër fare. Po pse po flisni ashtu? Po prisja mundësin t'i kapja në flagrancë, dhe sot u bë. Duhet ta pranoj se nuk ishte punë e thjeshtë. Të lumt! Prandaj po punoje i maskuar si magjistari Smolto. Vetëm Prudenca dyshoj për këtë. Po ne atëherë? Po ne! E çmoj shumë popullin e Musheronit për shpirtin aventuresk. Ju keni marrë pjesë në këtë hetim si profesionista të vërtet, përveç diçkaje që më shqetëson. Kam bërë disa gabime të vogla që një profesionist i vërtet si Robert Duroku nuk do t'i bënte kurrë. Dhe është një vlerësim shumë i madh për mua, zotri. Megjithse Disa njerëz besojnë çdo gjë. Ikim, posto erdhi keq Eliot. Më thoni, zoti komisar, a nuk ka ndonjë shpërblim për ata që i kapën këta bandita? Dhe në fakt ata u kapën fal tortave tona. Të paktën na hyn në punë për diçka. Marqyrave të vogël. Tortat tuaja ishin fantastike. Ato janë armë për policin. Po kjo. Atëherë çfarë do të thotë kjo?